Teksa procesi i numërimit të votave për qarkun e Dibrës ka përfunduar, i gjithë Partia Socialiste fitoi në këtë qark me 10.356 vota më shumë se Partia Demokratike, duke rrëmbyer 3 mandate për deputet. Qytetarët dy brand kanë komentuar rezultatin. Një pjesë e konsiderueshme qytetarëve i konsiderojnë këto zgjedhje fars, e madje tashmë e meritojnë me plot kuptimin epitetin e vendosur gjatë fushatës nga kryeministri Qyryk. Sipas qytetarëve të intervistuar, ky epitet u vërtetua me rezultatin e thellë që fitoi Partia Socialiste në Bashkinë Dibër me plot 3.012 vota se Partia Demokratike. Po na ka thonë Kreta e prap i vjedh votat, jesi i merr. Leta haj ato nuk imi të hima të qesë, ashtu du të ishtë një lezisofat e ti baldo të kam. Zgjedhje manipulime, shitje blerje votash, dhe me thonë gjithë vendin, me banda, me ashtu, ka fitu Partia Demokratike, jo Edi Rama. Ajo është qirik vet edhe do të bëje qirik burrat të Dibrës. Ja, nuk ndodh kjo, kush. Ta je zgjedhje kriminale, zgjedhje anti-shtet, anti-demokraci. Dibran dhe Edi Rama fushatën e bëri me gra, 56% ka marrë nga gratë edhe me fëmijë. Duke i njëro me dipatik, e me lloj smunë që ka fëmijët. Këto zgjedhje janë të papranueshme. Qirik vada Dibran dhe edhe votat va mori. Dibran nuk i takon kjo fjalë që va tha. Zgjedhje më të poshta, më të ndyra nuk ka më. Me një kriminal si Edi Rama nuk bën zgjedhje në Shqipëri. Këto janë zgjedhje më skandaloze në Shqipëri. Me kalpsira si këto nuk bën më zgjedhje. Janë vjedhje masakru në gjithand. Njerëz që shiten për dy aspra nuk ja vlen të merresh me ta. Kjo punë ka marrë fund. Vjedhje totale sa dush, krime sa të dush, ku do të shkoshe, ishin shumë të e paskënu me fjerë me bolle që kanë bë deri në këtë shteti. Deri në pikën më të fundit i ka marrë palcën këti vendi. Kështu që s'ka që tajmë më taj, për ma zi se është nuk ka që bëhet më. Marë dhe brave që i rike, foli që ishtë deshi me fole, gjithë Republikën u tale, lutje, tale, ashtu më në fond, marë një fitare me vjedhje që ashtu se marë, isha dhe nuk e gëzon. Vetëm Hajduti nuk ka koment. Ka të votu, se ka thonë Edi Rama u hoksha si më greve, e në si pasoj, gjithë ka të votu për Edi Ramën. Shirika i gjithë burrat e Dibrës. Kanë mardhef burrat e Dibrës, ka burra. Qelje si sufje, qenë qirë, pa jo mo Dibër dhe Dibër ka mardhef me fakt. Po vlajt, i thërë, po, për ko votove mërë? Ta votove për Partisë Socialiste, po pse mërë, alla me ishin asistencën, më ka thonë të ishim asistencën. E në të eshe. Zgjedhje të pa rregullta. Po na ka thonë Qirik, po që të e votojnë njerëzit. Qirik na tha, po kur erdhi funi votën ja dhan. Por ka dhe prej tyre që deklarojnë se zgjedhjet ishin të lira dhe se nuk kishte asnjë parregullsi gjatë procesit. Madje, ato kërkojnë largimin e Sali Berishës nga drejtimi i Partisë Demokratike. Që Sali Berisha humi, shqyr. Dhe këto zgjedhje ka qenë më të bekura se asnjëherë. Mu nga shtotaj. Mama e preshët, e vërtetej popli vetë. Pa hile, pa gjëtë, të gjithë dhe, unë të këndonë në njërë, oj vjetë. Shkejmë një vend tjetër, shkejmë familje. Sovrani më fitoj, Sovrani. Sovrani fitoj, Sovrani më fitoj. Më të mire nuk më votu në herë. Unë që kom votu. Ma mire, ma qetë, ma sakë, s'kom votu në herë. S'mo është drejtuas një i me më thonë se jakni, jani, absoluti. Tha Qirikin ato që shkojnë masalës. Zgjedhjet i komentojnë të rregullta, por nuk kanë tezën karavada. Do t'i pranojnë zgjedhjet. Po Qirik, po masanej t'i baja dha. Nuk puesin t'i brand se hot Qirikaj. T'i brand janë boda me ta bën, ja kemi faqë. Për herë të parë në qarkun Dibër, Partia Socialiste ka arritur të përmbysë rezultatin historik të zgjedhjeve, duke marrë një mandat më shumë se Partia Demokratike.